Këshilltari i heshtur dhe murgu i ri. Në zemër të një pylli të lashtë, ku shpeshherë drita e diellit filtrohej me vështirësi, përmes gjetheve të dendura jetonte një lis i moçëm. Ai nuk ishte thjesht një pemë, por një roje e mençur e kohës, trupi i të cilit mbante shenjat e një fytyre të butë dhe të qeshur. Një ditë, një murg i ri, i lodhur nga dyshimet e tij të shumta mbi rrugën e shpirtit, mbërriti përpara lisit. Ai u ul mbi rrënjët e tij të mbuluara me myshk. Hapi fletoren e tij dhe me një shikim plot lutje ngriti syt drejt fytyrës për lëkure druri. O mjeshtër i lashtë, filloi murgu të shpjegonte problemet e tij. Kam dëgjuar se ti i jepi këshilla udhëtarëve të humbur. Të lutem, më trego si të gjej paqe dhe si t'i largoj zërat e kësaj bote të zhurmshme. Dhe aty, murgu nisi një monolog të gjatë. Ai filloi të tregonte për vështirësitë e izolimit, për luftën dhe dëshirat e vjetra, për dëshirën për të kuptuar të vërtetën. Ai fliste dhe lisi e dëgjonte, me atë buzëqeshje të ngrirë, të butë dhe të pandryshueshme. Fletoria e murgut mbushej me shënime me mendimet e tij. Ai shkruante për dhimbjen e humbjes, për kotësinë e përpjekjeve njerëzore, për zbrastinë që ndjente në gjoks. Lapsi i tij gërvishte letrën sikur po gërvishte vetë zemrën e tij. Ai priste që lisi të bubullinte, të hapte gojën e druit dhe t'i jepte një urdhër, një zgjidhje dhe një dritë. Por lisi vetëm buzëqeshte, një buzëqeshje që nuk ndryshonte as nga era që frynte me tërbim, as nga shiu i ftohtë që lagte faqet e murgut. Më fol, u lëriti ai drurit. Do të flasësh? Ndërkohë që filloi ta godiste me grushte. Kjo buzëqeshje është tallje, si mund të qëndrosh i qetë, kur unë po shpërbëhem dhe shkatërrohem përpara teje. Në atë moment, një qetësi pllakosi pyllin. Zogjt heshtën, era ndaloi. Murgu u dorëzua nga lodhja, mbështeti ballin pas lëvorës së ftohtë të lisit. Dhe aty, në atë prekje ai ndjeu diçka. Nuk ishte një zë, ishte një dridhje, një rrahje zemre ngadaltë e lashtë që i thoshte se lisi nuk po buzëqeshte sepse bota ishte e bukur, por sepse ai kishte kuptuar se çdo stuhie i vinte fundi. Murgu e kuptoi se lotët e tij ishin si shiu për pemën, ata ushqenin tokën, por nuk duhet ta mbysnin atë. Ai e mbylli fletorin, nuk kishte më nevojë të shkruante. Ndenj aq pranë lisit sa që ndjeu lagështirën e lëvorës së lagur nga shiu. E vërejnte lisin me sy të thellë. Ato sytë e tij nuk qeshin me askënd. Lisi kishte parë mira si murgu. Ai vuri re brazdat e thella në fytyrën e druit, ishin si plakë të vjetra që ishin shëruar duke u bërë pjesë e lëkurës. Në atë çast murgu e kuptoi. Buzëqeshja nuk ishte lumturi, ishte qëndres. Lisi nuk buzëqeshte sepse jeta ishte lehtë, por sepse kishte mbijetuar. Ai kishte parë zjarre, rufe dhe dimra të acartë dhe përsëri kishte zgjedhur të mos ngrysej. Heshtja ishte pasqyrë. Lisi nuk po jepte përgjigje sepse të gjithë pyetjet e murgut ishin për të djeshmen ose të nesërmen. Heshtja e detyroi atë të kthehej tek e tashmja. Ai preku një rrënjë për të dalë mbi tokë. Ishte e fortë, siguri, por e gjallë. Ai e kuptoi se dhimbja e tij nuk ishte një dënim, por lënda për të bërë i fortë. Ai nuk kishte nevojë për një mësues që t'i tregonte rrugën, por ai kishte nevojë të bëhej si ai lis, të hidhte rrënjë në dhimbje dhe të ngrinte kokën drejt dritës.
Mësimi i tij nuk erdhi si një zë nga qielli, por si një peshë që u largua nga gjoksi. Ai e kuptoi se nuk mund ta ndryshosh erën që fryn, por mund të ndryshosh mënyrën se si qëndron pranë saj. Ai e mbylli fletoren jo sepse gjeti përgjigjet, por sepse pyetjet nuk kishin më rëndësi. E pranoi jetën ashtu siç ishte, një përzierje brutale e trishtimit dhe e bukurisë, dhe në atë pranim ai gjeti dritën e tij të së vërtetës. Morali: mençuria nuk është të gjesh zgjidhje për problemet, por të mësosh të jetosh me to, pa e humbur veten. Heshtja e lisit i mësoi murgut se askush nuk vjen të shpëtojë. Ti je shpëtimtari i vetes, kur vendos që dhimbja jote nuk është fundi, por lëkura jote e re. Të nderuar miq, nëse ju pëlqeu, mund t'i bëni like dhe ta shpërndani këtë video. Ju falenderojmë për kohën tuaj.